Janë vetëm 2.2 kilometra rrugë nga fshati Poces deri në fshatin Popinar, që ka bërë që banorët të Popinarit ta braktisin fshatin. Shumë prej të rinjve janë larguar në emigracion për shkak të pamundësive që kanë në fshatin e tyre të lindjes, ndërsa shprehen të gatshëm për të rikthyer nëse rruga e tyre asfaltohet. Ata shprehen se gjatë muajve të dimrit e kanë thuajse të pamundur të lëvizin nga fshati për shkak të rrugës së keqe dhe të vështirë. Madje ata shtojnë se as fëmijët nuk i dërgojnë dot në shkollën e Pocestit për mungesë të kalimit në rrugë, e cila bëhet shumë e rrezikshme nga prania e akullit dhe dëborës që qëndron gjatë. Por të gjithë nevojat shëndetësore është vetëm një foristradë në fshat që mundohet t'u shërbejë gjithë banorëve, ndërsa për ushqimet dalin të rinë për t'i marrë shkojnë në këmbë në Maqellar. Banorët thonë se janë mashtruar në këto 35 vite dhe se askush nuk ka bërë asgjë për fshatin e tyre. Rrugë shkimi, po, mazalanis mund një problem. Bëhet dimni mas të këne, dimë më bëhet, ka bashkia, kemi shko bile një si fshat, në thanë që dhe bëhet ne, po unë kërkon dhe iqë, asë gjë këne nuk bëhet. Kjo makina në gjitet në Popinar, asë një, po prej zorti dhëtë më në gjitë. Dhe shkum bashkia ka thanë 100 herë, dhe u bim, fadramat dhe regullojmë, kështu qashtu, asë një gjë së bëhë. Unë rejnë në Itali dhe vi vetëm për kështenjat. Mlek këta kështenjat dhe iki në Itali, se s'kam që të bëj. Ve prej këse rrugë iki, se s'kam që të bëj. Kaj du me shku. Dimrit dhe shumë shtirë, se njës mu një gjë, s'ka, me qa me që në spitalin, për shkopi. Vetëm folistrada. Folistrada nuk ka asnjë, premtime ka sa dush, ama unë shoh që bëhet këtu. Premtime me lafe me gjëra ka sa dush. Rruga o cop, po të ketë rrugë, unë nesër fug letrat. Se jam me dokumente italiane, i gris letrat. Këtë gropa është, që jetu e pahën e vetë. Me zartë luj me maqina. Gjatë dimrit e në ma keqë. Ka mundësi një mujrën pa lëvizit me fëmijët vëgjër. Gjendja rrugës e shikoni vetë si është, makina me zorë tipën lartë, me xhirume, si që pa edhe vetë. Kështu nuk kam nu dorë, që ka vite nuk kam nu dorë asë njoni këto në rrugë. Gjatë dimrit një folistratë si ka kishoku, me qatë folistratë lujmë gjithë ka tundi. Një smu një gjë, se makinat e vogla nuk ipi. Kur ka borë jo asë kur ka shi nuk ipi, jo kur ka borë jo se akull bëhet se ujti është rrugës, kanale nuk ka, kur bie shi, kur bie borë ujti gjithë rrugës rijen, dhe bëhet akull dinjaja, nesë unë rëzipim me makinat vogla. Jemi dediru, në kam me shku me bë funizime, kalamajt i kemi, kalamajt rinë pa shkollë, gjithë dimrit kalamajt janë pa shkollë. Ish kryetari i fshatit Popinar Urim Hanzaj thot se ka braktisur detyrën e kryetarit të fshatit vetëm sepse kërkesat e tij ndaj bashkisë Dibër për asfaltimin e rrugës kanë rënë në vesh të shurtër. Hamzaj shtoi se as për ndërhyrje me zhavor nuk është bërë e mundur, ndaj vendosi të lërë detyrën si kryetar fshati. Kam bërë kërkesë për këtë rrugë 100 herë në çdo takim me kryebashkiakun Rahim Spajiu. Do ta bëjmë si mjet, do ta bëjmë mat. Ka qenë plan për ta bërë prin 2025. Fondi ka mbaru i 2025, ma është nda buxheti për këtë ditë ka mbaru. Kemi qenë si fshat në bashki, jo njerë, po 2 herë. Na është dhanë fjalla që do të bëjnë. Preqim të na beja një fadrom të riparon të paktën për shkëtdimën, se s'bëhet laf për asfaltim të shkëtdimrit. Gjasa dhe bin nuk veprën, që 2 herë që shkojmë nuk veprën. E kanë lanë fjalla për në mund të bëjmë asfaltim, si thot kryetari i bashkisë Rahim Spajiu. Ju kam kërku një mirëmbajtës, jem që 7 vjetë krye plak. Të paktën një mirëmbajtës për të mbush një kanal, që e qanë draga, për të hap një vik, një grop, një gjë, nuk është realizuar, s'ma kanë marrë parasysh. Gjitha kërkesa që i kemë bënë, nuk kam pas asnjë lloj përkraje nga ana bashkisë, absolutisht. Jem dediru, e kam hedh vulën, e kam dorëzu, ka 2 muaj që e kam dorëzu, se s'unë i dal para këtij fshati. Kërkesat janë shumëta, unë s'arrita të bëj asnjë send për këtë fshat, se s'um ka përkrah kryetari i bashkisë fare. Nuk bëhet laf për njësi administrative Maqellar, se këta jenë me las plumi një hiqet, një vijet. Ne nuk kemi kopësht, nuk kemi qerdhe, nuk kemi shkollë fillore, nuk kemi shkollë 8 vjeçare, s'kemi kur gjë. Nga që jem fshati vogël i kanë grupu gjitha në Pocest. Ka 5 kilometre rrugë bën fugoni, i çon zansit prej këtu në Pocest. Mos shif sot që është verë. Po këtu bëhet 6 cm bora dimrit. Akull, shi.
Kur të merë pile të fugonin në i ditë në Nxansit, do ta shkresin këtë fshat, do ta lanë pa fëmi. Ua kam ngrit 100 herë këtë problem. Ki është fshati më i lanun në bazore në njësinë administrative Maqellar. Banorët e mbetur ende në këtë fshat kërkojnë ndërhyrje urgjente në rrugën e tyre, në të kundërt, thonë ata, do të largohen si bashkëfshatarët e tjerë.